Se kjo është pyetja thelbësore për prokurorët. Landi, do më lesh pak, vetëm pak kohë, të të sqaroj. E para ajo që tha Plogerdi pak më parë ka të bëjë me qoftë edhe me Sheshelin. Nëse kujtojmë, Shesheli u dënua 10 vite burg për krime që kishte bërë në raport me një element të provuar si shkak pasojë që thirrjet e tij për spastrime etnike apo për luftë apo dhunë apo për largimet masive të njerëzve nga vendbanimet e tyre kanë qenë të provuara se është bërë një se në thelb komandantët po gjykohen pra për një retorik më shumë se sa krime të bëra drejt për drejti. Pra ka qenë retorika e tyre që ka shkaktuar këtë gjë. Pa jo pjesëmarrës direkt në ngjarjet apo në krimet e luftës. Problemi është avokatët e zotit Façi, Veseli, Selimi apo Krasniqi kanë theksuar se nuk ka asnjë lidhje shkak pasojë sepse komandantët e tjerë lokal që flisin me këta është të provuar që kur këta jepnin urdhër, për shembull fjala vjen, të jepnin intervista apo jo nëpër media botërore të asaj kohe apo dhe të Shqipërisë, nuk e zbatonin urdhrin. Pra kishte një çdo komandant, qoftë lokal, kishte një mërdit vetëm. Pra, një individualitet edhe në të bërit gjërat, pra nuk e provon dot. Në rastin e Sheshelit, është provuar se një deklaratë e tij ka pasur në Vojvodin, ka ndikuar, ka nisur direkte me njëherë edhe spastrimet etnike të kroatëve në atë kohë. Kurse për rastin e Bosnjës dhe për rastin e Kroacisë, Shesheli u shpalli pafajshëm. Tani, Landi, do të thoja unë, kur kemi Miloševićin, i cili u nda nga jeta përpara se dënohej nga gjykata, a mund të imagjinojmë se si mund kemi komandantët e UÇK-s që ngritin një luftë për të mbrojtur nga spastrimi etnik apo genocidi, të dënohen komandantët që luftuan për liri. Pra kjo është jo absurde, po kjo është të vazhduar në kohë. Dhe kjo ndoshta nuk justifikon pretendimet e prokurisë, nuk është ky thelbi. Po pse, sipas teje Anri, pse e ka bërë prokuria këtë? Se në një farë mënyrë ata kanë zhbër dhe atë që bën shtetet e tyre se është një lloj sikur mbas luftës së dytë botërore të arrestohej Winston Churchill, sepse solli këtu disa qindra misionarë oficerë anglezë dhe furnizuan rezistencën e shqiptarëve ndaj gjermanëve. Po, është një gjë. Pra, ti sot gjykata ka përgjegjësinë. Landi do të kuptojnë se prokuroria këtu atë detyrë ka. Pra të paguajnë ata. Por, ata nuk paguajnë për të ngritur akuza të rreme. Absolutisht, nuk paguajnë për atë, por tendenca se si lindi ky gjyq dhe tendenca sepse po mbahet ky gjyq, nisi politikisht, ndoshta dhe shpresojmë mos përfundoj politikisht pra pro palës serbe. Kështu që unë besoj, sepse edhe Plogerdi do të sqaroj fare mirë, unë besoj se Landi ky është qëllim për të zbehur komplet gjithë investimin apo gjithë luftën që kanë bërë komandantët e UÇK-s, për të zbehur gjithë. Tani Landi kujtojmë se zoti Thaçi ka qenë komandanti ndërkombëtarëve, pra ka pas lidhje direkte me palën ndërkombëtare. Ndryshe për shembull nga zoti Haradinaj që ka qenë Medlin Albright i thoshte biri im, fiks. Pra zoti Haradinaj u shpalli pafajshëm që ka qenë frontin e luftës dhe këta që i kishin bani lidhje ndërkombëtare në raport me gjithë padrejtësitë që po bëshin, ti nëse dënon këta, për mendimin tim ke dënuar gjithë ushtrinë qytetare të Kosovës, gjithë luftën për pavarësi. Pse e bën prokurorët këtë gjë? Po është krejtësisht e kuptueshme, është për të njëllosur dhe për të kthyer. Po unë besoj sepse teza, se du t'ja le Plogerdi tezën, kjo është një tezë e cila ka me fjalë si qëllim delegjitimimin e luftës dhe të pretendimeve të pavarësisë. Jo, Anri, unë e kuptoj, po ti ishe një trup gjykues serb, ishte mëse normale për ata. Landi nuk mundet të jenë serb, se me që e bënin Kosovë ta, nuk mund të jenë as kosovar as serb. Prandaj zgjedhur një trup ndërkombëtare, por influencat pasaj aty luajnë rol thelbësisht të rëndësishëm. Serb janë, Landi, serb. Si serb? Serb janë prokuror, po ta them unë, se ka një lidhje. Historia është
që ti e di shumë mirë, por për publikun na takon neve ta themi nga ana tjetër. Historia e kësaj që po ndodh sot ka filluar që në vitet 2008 me librin e Carla Del Pontes, pastaj ka vazhduar me atë historinë e Dick Martit dhe pastaj me kërkesën e atij rusit në Bruksel për ngritjen e kësaj që po ndodh tani. Po? Vendimi 2014-s që i hapi rrugë kësaj që po ndodh tani dhe gjykata speciale në 2020-ën që u faktua dhe u konkretizua, u arrit marrëveshja me Hagën për të bërë këtë gjyq. Por thelbi është që dëshmit, faktet që ka prokuroria, prandaj them janë serb, jo janë serb si pomësi, por janë serb si dokumenta. Pra, faktet që këta sjellin duken më shumë fabrikime të UDB-s, si quhet, serbe, se sa si punë kërkimore e një prokurorie speciale serioze. Pra, ky është thelbi sepse ata janë referuar një raporti i cili është ndërtuar nga interesa ruso-serbe të pastra. Ky është thelbi. Pastaj, pse kanë bërë, të janë treguar kaq të pamëshirshëm në kuptimin e kërkesës për 45 vjet në pretencë, është shumë e thjeshtë. Ata kanë kërkuar zgjatje afatësh përtej çdo limiti kohor dhe kushtetues për hetimet ndaj komandantëve. Do me thënë, Flogert, më fal që, sepse një gjë shumë të rëndësishme. Sipas teje, Shërbimi Sekret Serb, BIA, se BIA quhet tani, Agjencia e Inteligjencës së Sigurisë, pasardhëse e UDB-s, është ajo që ka hartuar, planizuar dhe ka krijuar gjithë këtë që po ndodh në Hag? Kjo që thatë ju dhe që e thash unë më herët, është ajo që të paktën nënkuptohet dhe pretendohet nga ana e palës mbrojtëse, por nga ana tjetër është ajo që dhe shihet. Pra si nisi procesi. A ishte një rus atje që e bëri kërkesën në Bruksel. A ishte raporti Dick Martit dhe janë të dhënat aty që njerëzit që janë të lidhur, që kanë qenë pjesë e UDB-s, e më the thash, janë njerëz që janë në shërbim tani si dëshmitar të fshehur që i ruhet anonimati, e më the thash kundër komandantëve. Pra, nëse sheh burimin si lindi ky hetim, përfundimi dihet sepse mbi atë bazë është bërë çdo hetim i mëtejshëm dhe nuk ka hetime të mëtejshme. Pra, çfarë ndodh? Aty sillet një dokument ku thuhet që komandantët në datën pa datë është dokumenti, po në datën kaq kanë dhënë urdhër që të mos jepen intervista. Ai dokumenti nuk ka as vula, as firmë, as një simbol të ushtrisë shërimtare të Kosovës. Pra, aty ose kemi të bëjmë me një falsifikim të pastër, ose ka lejfitur në atë pikë që e kanë bërë aty për aty, se nuk kuptohet. Por pse kanë kërkuar kaq shumë vite, ka të bëjë me justifikimin e viteve që kanë kërkuar për të hetuar. Pra prokurorët kanë qenë në një pozitë vështirë, në kuptimin që prova nuk kanë gjetur, kërkonin kohë që t'ju vinin prova në thash, dhe në momentin që kanë dalë përpara gjykatës, sigurisht që duhet justifikonin tek kalimin e tyre ekstrem të afateve për hetimin e komandantëve. Dhe në këtë rrafsh kanë bërë atë që kanë bërë, kanë kërkuar 45 vjet. Unë kam një tezë, që e thash pak mbrëmte e kolegu Adriatik Elmendi në Klan Kosova, që duke u referuar asaj që po shohim këtu, por dhe asaj që pam dje në Prishtinë, jo vetëm Prishtinë, por edhe në Shkup, edhe në Malzi, ku e gjithë klasa politike dhe kombi ka dalë në mbrojtje të komandantëve, unë them që në rast një vendimi që do jetë në disfavor të komandantëve, që do delegjitimonte luftën, do duhej që amerikanët dhe britanikët t'i thonin Beogradit na fal që të bombarduam, se